Në prag të 7 marsit, festës së mësuesit, kreu i qarkut Shkodër Edmond Dou zgjodhi të dhurojë 100 botime të këtij institucioni për zyrën vendore të arsimit. Këto botime, që pasqyrojnë vlerët kulturore turistike të qarkut, do të pastrojnë fondin e bibliotekës dhe do jenë në shërbim të shkollës të Shkodrës. Mes tyre spikasin tituj si guida turistike e qarkut Shkodër, tingut folklorik të qarkut dhe Shkodra vlera tingëlluese, botime që synojnë të ndihmojnë nxënësit të njohin më mirë historinë, traditat dhe pasojat e rajonit të tyre. Në këtë ditë të shënuar dhe veçantë, për gjithë arsimtarët e qarkut Shkodër, ne si qark kemi vendosur të dhurojmë disa libra, rreth 100 kopje, në shenjë simbolike për me një vlerë të veçantë, dhe me këtë gjest simbolik duhet të tregojmë edhe një herë si Këshilli i Qarkut mbështetjen ndaj institucionit që përfaqëson ju, ku gjej rastin të ju falenderoj me zemër për gatishmërinë, për bashkëpunimin, për drejtimin me profesionalizëm të ZVA Shkodër. Qarku i Shkodër do vazhdojë t'ju mbështesi çdo nismë tuaj që ka lidhje me arsimin cilësor, libra është zburimi i dritës dhe i zhvillimit. Mësuesit tanë janë shtyllat kryesore të shoqërisë, ku në këtë ditë e shënuar, në prag të festës së 7 marsit, dua t'i uroj me zemër, me respekt, me mirënjohje, çdo kontribut të tyre në shoqërinë tonë. Ato janë themeli i shoqërisë, pavarësisht pengesave apo vështirësive që kanë hasur ndër vite, nuk janë dalur, kanë bashkëpunuar, kanë ngritur zërin dhe sot shoqëria jonë është një stad tjetër. Fal bashkëpunimit të institucioneve, fal bashkëpunimit tuaj si drejtues, fal komunikimit të vazhdueshëm me komunitetin, arsimin Shkodër dhe gjithë qarkun ka ecur më hapa, të cilat sot e themi me bindje të plot mund të jenë një ecëri shumë pozitive në kuadër edhe të zhvillimit dhe të kohës. Kryetari i qarkut Dou dhe drejtoresha e zyrës arsimore Bresila Kadia diskutuan gjithashtu mbi fushët e bashkëpunimit interinstitucional me synimin për të forcuar lidhjen mes arsimit dhe promovimit të vlerave kulturore të qarkut. Spari është shumë e rëndësishme fakti që Këshilli i Qarkut ka vendosur një marrëdhënie shumë të mirë bashkëpunimi, sepse ju jeni ato që gjithmonë na mbështetni në çdo nisëm, në çdo iniciativë. Na mbështetni dhe promovoni. Për ne të dy institucionet është e rëndësishme që kjo marrëdhënie të vazhdojë, të jetë e qëndrueshme, të forcohet dhe më shumë, sepse në fund të ditës ne i shërbejmë të gjithë bashkë arsimit dhe edukimit të brezave të qytetit të Shkodrës, që ne e dina që e ka traditë dhe në fakt të gjithë bashkë që jena drejtues institucionesh e kena një peshë në lidhje me edukimin, sepse na duhet me ruaj traditën, po na duhet me çu përtej edhe me të njëjtin standard edhe duke rrit cilësinë ndërkohë. Përmes këtyre botimeve synohet që shkollat të kenë më shumë materiale studimore mbi vlerat e zonës, duke nxitur tek të rinjt njohjen dhe vlerësimin e trashëgimisë lokale.